Rreshtet e rëna gjatë natës kanë rishfaqur problemet e kanalizimeve në qytetin e Vlorës. Bulevardi kryesor i qytetit, si edhe rrugët dytësore janë përmbytur nga ujë. Qarkullimi i komsorëve është vështirësuar pothuajse në të gjitha akset dytësore, kurse në bulevard, automjetet kalojnë mbi liçenet e ujit të shkaktuara nga bllokimi i kanalizimeve. Parkimi në të dy anët e trotuarëve është i vështirë për shkak të nivelit të ujit të akumuluar në anët e Karrexhatës. Nga ana e Bashkisë së Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike në qytetin e Vlorës, gjithçka që bëhet gjatë këtyre ditëve me shi është zhbllokimi i pusetave vetëm kur uji është ngritur disa centimetra mbi rrugën e asfaltuar. Vlora vijon të ketë problemin kryesor kanalizimet e ujrave të zeza dhe ato të bardha, pasi bllokimi i tyre shkakton përmbytje sa herë që ka pak milimetër shi. Deri në këto momente, Bashkia ka nxjerrë disa punonjës, por fatkeqësisht situata në rrugët e qytetit vijon të jetë e rënduar, si në bulevardin kryesor, aq më tepër në rrugët dytësore në brendësitë e lagjeve të qytetit bregdetar. Bashkia e Vlorës nuk ka ndërhyrë për sistemimin e kolektorëve të qytetit për largimin e ujrave të shiut, për t'i dhënë zgjidhje një problemi shqetësues për qytetarët, si kundër janë përmbytjet. Është ndërmarrja e shërbimeve publike, të cilës i adresohet zgjidhja, por ende nuk ka një plan pune bërë publik nga Drejtoria e Shërbimeve pranë Bashkisë së Vlorës, apo nga vetë ndërmarrja e shërbimeve komunale. Kështu s'dihet ende se cila do të jetë zgjidhja që do të jepet për mbytjeve që shkaktohen edhe nga rreshtet e vogla shiu në zonën pranë Universitetit Publik, në vendin e njohur të Albano e Romina, në kryqëzimin pranë ish dyqaneve të reja apo në lagjet 1 Maj dhe 24 Maj.